Në ambientet e Bashkisë Lushnjë ka nisur trajnimi i 7 efektive të rinj, të cilët do t'i bashkohen policisë bashkiake në ditën në vijim. Në ndrejtimin e kryeinspektorit të policisë bashkiake Mariano Prifti, 5 vajza dhe 2 djem po zhvillojnë fazën përgatitore para se të dalin në terren ku do të angazhohen në zbatimin e ligjit dhe monitorimin e shkeljeve në territorin e qytetit. Ky institucion ka patur një mungesë të theksuar të stafit efektiv, ndërsa me afrimin e punonjësve të rinj, synohet forcimi i pranisë në terren dhe rritja e eficiencës në shërbim të komunitetit. Sipas drejtuesve, Policia Bashkiake ka marrë vlerësime pozitive nga qytetarët për angazhimin në zbatimin e ligjit dhe garantimin e rendit publik, ndërsa pritet që me shtimin e stafit, shërbimi të përmirësohet edhe më tej. Efektivët e rinj do të angazhohen kryesisht në kontrollin e hapësirave publike, disiplinimin e parkimeve dhe respektimin e rregullave të qarkullimit brenda territorit të bashkisë. Trajnimi përfshin njohjen me legjislacionin përkatës, procedurat administrative dhe etikën në komunikim me qytetarët. Drejtuesit theksojnë se synimi kryesor është rritja e sigurisë dhe përmirësimi i standardeve të shërbimit ndaj komunitetit. Me këtë përforcim të stafit, Policia Bashkiake pritet të ketë një prezencë më të dukshme dhe më efektive në terren.